Ishte dashur pam foton e Linda Ramës për gruan Alex Soros, se më duket se nuk e pam, u takuan në Abu Dhabi. Në Abu Dhabi urdhra. I ka shkëput lidhjet komplet. Nëse kjo aktiviteti quhej Fuqia pas progresit dhe pjesa më spektakolare ishte se Linda Rama, bashkëshortja e Edi Ramës, fëmijë nomenklature dhe sigurisht një neo-diktator, flet për në këtë aktivitet se si e kanë rrëzuar komunizmin. Gjëra spektakolare. Vazhdojmë tjera mesazhe nga Gjermania. Guten Morgen, liebe Flavio. Guten Morgen euch. Asa rrova partin e të gjatëve, sa ta nuk vjedhin, se ky që ma Ramazan në burg, mirë bëm, pse jo, por me ato që akuzot Lali nuk ma mendja të frymëzojnë ndonjë besimtar apo besimtare të ndershëm. Agresiv. Ky një numër me 048 që telefonon mesazhe në WhatsApp, mesazhe, jo telefonata. Për të votuar premtimet që mund të votohen janë pensioni minimal mbi $200, minimumi etik $200, pa rritje të rrogave nuk jep vota se rrogtarët janë patronazhistë dhe militantë socialistë që nuk pyesin për rroga. Berisha është i mençur vet, po unë them që nuk fitohet me ata të vjetrit, sado kontributet kanë. Deputetët të jenë të rinj. Të vjetrit të punojnë për fitoren se pushtetit, po të fitohet ka vende plot në pushtet. Interesant këndvështrimi dhe bën sens. Vazhdojmë telefonata, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Mirë se erdhe. Në lidhje me votimet. Po. E kam thënë, e kam përsëritur, nuk ka votime. Pa ik Edi Rama, domethënë nuk ka zgjedhje. Okej. Dhe do të ketë qeveri teknike. Qeveri teknike pa diskutuar. E kuptoj. Në lidhje me çfarë po ndodh në botë. Do ketë, domethënë, bota është në rrugën e luftës së tretë botërore, kjo është e pa diskutueshme dhe pa Kam përshtypjen se nuk është tamam ashtu, po nëse. Po jeto si, qose s'del, do më thua s'mund nesër pas nesër që do më thënë fole kot. Para nëntorit, do isha dakord me ty. Pas nëntorit, Po, unë nuk po e them që do më ndodh nesër, po brenda vitit do të ketë luftë, dëgjon Flavio. Dëgjoj, brenda vitit luftë. Brenda vitit do të ketë Rusi, BE, luftë. Dhe lufta nukleare bërthamore është 50+1. Po jo. Po që lufta bërthamore. Po nëse, dakord, kjo shëndrimi jotë. Po mirë në rregull. Dhe do mposhtet e Europa. E kuptoj. Tani që do futemi ne do mposhtet e shkreta. Ju e jeni optimist, dhe unë optimist jam, po e shoh një qik me ngjyra të tjera bardhëzi. E kuptoj, dakord. Jo me ngjyra. Faleminderit zotëri. Po? Lufta do vazhdojë dhe nuk e ndal dot Amerika. Tash këtu dyshoj fort. Megjithatë dëgjoj, ne kemi Pirovengun, kështu që ushtria jon e udhëhequr nga komandanti legjendar. Po ne nuk e them dot, ne jemi fundi botës më burrë. Dakor, faleminderit zotërit, përshëndes. Në lindjen e mesme ka luftë botërore. O, marroj historia e luftës mesme, ka marru lufta aty për nese. Përshëndesim zotërin. Mirëmëngjes Flavio, cila reform ka dalë me sukses nga 2013 deri tani? Reforma territoriale, gjyqësori, shëndetësoria, arsimi, ma gje vetëm një reformë të suksesshme të bablokut tung. Tash ky është qëndrimi jon, fakt që o i kanë dështuar, o i ka bërë vetëm për të vjedhur. Çfarë ti bëjmë? Çfarë ti bëjmë? Një tjetër nga Gjermania, Zëdiu nga Gjermania na thot, Flavio është shumë i madhërueshëm dhe inshallah Allahu ju shpëton nga fare e keqe. Ju qaj hallin. Rofshë, Zëdi. Mëngjes, mendoj se kryeministri do ta rregullojë ekonominë se pensionistët vë dha 5.000 lekë, por edhe viçave u dha 5.000 lekë. Kështu që kemi shpresë. Më thot një mesazh nga Vlora. Dakord, i vetmi premtim që të doja unë, të zbatohet ligji për zhurmat, të ishte të fortët nga rrugët, se këtu në Kamës na rrezikohet jeta nga makinat. E kanë dhe kështu për terror këtë, që dalin të fortët për rrugë, sa për momentin është ajo. Luani na thot edhe po të më japi 2 hyrjet në kombinat që mi prishim me rastin e tërmetit dhe më kanë skualifikuar, prap nuk doja jap votën.
E vërtet është dhe banorët e kombinatit ishin organizuar në një mënyrë shumë interesante me një grupimi për kombinatin e kishin quajtur në vet. Mirëmëngjes Flavio, unë do të votoj kur të më premtojnë rritje pensioneve dhe pensionet 13 për fund viti me VKM dhe zhdukjen e Ramës si kryeministër, më thotë një mesazh nga Elbasani. Flavio, nëse më premtojnë që do vazhdojmë bisedimet Tao Lulushka për Toyota Yarin dhe Rama me ministrat të hypin autobuset këndojnë këngën e Ronis Fajs nga Fiku, atëherë unë do votoj. Kujtohet kur rrinte me Darën në autobus. Era faja prefe. Pse përdor do të marrë këngën, se nga që shkuan banorët e 5 majit, ditën që u arrestu Velia dhe vun po atë këngë, duket sikur e ka me kunj për Erion Velin. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirë se erdhe. Në javë mbarë. Gjithashtu. Cili premtim duhet i bënte të votonit? Do ju bënte të votonit. Okej. Tani premtimi sa kaloj, hajde uj se li të boti, për zotit. Së ashtu e, hajde uj se li të... Bravo. Me këtë do timbrin e veta, nuk bërë. Bravo. E para, e dyta, nuk është problem minimumi jetik të sot për 200 euro, se 200 euro 10 pula, si mojmë shatarë dhe i shresin e fidojnë minimumi jetik në muajt. Iku dhe kjo. Jam demokrat me test Partisë Demokratike që në vitin 1992, qërë se ka marrë ushtrin në Dervend Fushkrujs. Rinia, ku është kjo rini? Ka studiu në bashkëmushatare ju e zotrin në shkenca politike si unë joth, kam edhe njërës mi që kanë... Tani që e mendova, e dikush është që një nga brezi parë që është diplomu për shkenca politike. E dikush ishte më e famshme e kursit parë të vitit parë? Nuk e di. Qiljeta Gjilaga. Po Qiljeta është këngëtare. Po është diplomu për shkenca politike, jo për muzikë. Ja. Këta nuk e besoj kur. Unë kam shoqë edhe në Instagram edhe nuk ka dhe ajo del, domethënë tani ka rini më bu. Do i shkruaj Qiljetës tani është vërtet se është diplomu për shkenca politike. Unë jam moshë 3 valla, jam 53 vjeç. Po. 53 vjeç nuk je moshë 3 burr. Më e mand kohën e demokracisë. Si o tjeta syra për zotin kam shumë frikë se do humim betejën. Pse? Po tani, me qa shrof, është si puna kësaj nusës, ta lumja unë që anëzojnë dark e mira unë që shrof mjes. Ta që nuk shkon këmë mua bet, ne duhem rrugë, duhem ujë 24 orë, ujë tjetë, nuk po thëmi pishëm, po paktër me lamë është për la, po drita nuk rjetohet me 160 volt, 9 km e nga bashkia Tiranës. Të merë. 160 volt, duhet nësim lavatrishën, darke do të pjekun bukën, darke se ka duhen vetë shpia, se të është ma mirë ka duhen ke shpia se ke fura. Shumë gjanat tjera. Kam edhe një vretje shumë madhe për qeverinë aktuale, edhe për gjithë politikanët shqiptarë që janë aty në parlament. Në tonë komtarë, Gjergj Kastriotën, Skënderbeu, pse e kanë rrethu, e kanë rrethu, se unë isha para në qendër, parkurova aty poshtë, dhe kur dola shkova ke bashkia, edhe pash se kanë mulu atje, çfarë sy ka? është tip restaurimi po bëjnë thonë. Me zë, populli shqiptar është i popull që harmoninë fetare jep shembull në gjithë botën dhe kjo na ka më gjallë, na ka më në kamp se ne do ishim shkatruar me kohë. Unë uroj se gjithë besimtarëve musliman argjetin sa më të lehtë e muaj të martë Ramazanit dhe të Baramit dhe gjitha festat që kanë. Ama kjo është një nxitje shumë e keqe dhe e urryer për gjithë komunitetin, për gjithë fenë shqiptare, që kush janë katolike, ortodokse, muslimane. Gjitha besimet. I respektojnë në maksimum, ama, që aja është heroi jonë vëlla. Është i joti, imi, i çdo muslimani shqiptar. Absolutisht. I çdo shqiptari. Absolutisht. Edhe që qohën këta, flyshtë e bashkisë, unë fiks do t'i bëj thirrje imamit edhe hoxhës mund qendër, si vjen ndarka, ta zbuloni o vëlla, sa është heroi jora, ai na ka shliruar. Kjo është shumë e urryme. Dakor. Kurse me këtë gjëra tjera me ujë pa buke pa rrugë ne jemi mësuar vëlla. Nuk na ban fort përshtypje. Rinia çon kamp marrin fatin e popullit shqiptar në kamp se nuk e marrë baba im ke vorre nuk e merr më. Se tash jam frymë me të gjithë. Edhe me plagun tim kur e kisha gjallë, thotë më folte për Lulzim Bashën, është burr i mirë. Po ja ku doli burri keq. Gjëra që ndodhin. E përshëndesim zotrin Andi Llabuti do linjë pa humbur kohë. Po zjetë Andi, me sa më thotë regjim, pse do ishte interesant të shihim. Këtu është niveli.
niveli. Flavio? Po. Shumë i ullët. Këtu njerëzit janë shumë të rëmujshëm, flasin me zë të lartë. Dije pa më motora, pa kaskë, dhe jo motora pa kaskë. Ma një zhurme që ti ishe hanje në lokal dhe duhet ngrihesh e tik një prijashta. Këto janë rregull, megjithatë është niveli i ulët. Keni kërkesa shumë të larta, shumë. Shumë të larta, niveli atëre këtu është zero. Ju doni ta nisni nga zero, ma është e pamundur. Është e pamundur. Të niset nga zero. Do të ndrojnë njerëzit, koka e njerëzve. Ignoranca është fatkeqësia më e madhe e Shqipërisë. Pik. Punto. Qeveria është në rregull, jemi ne që jemi në rregull. Po. Mirupafshim. Faleminderit. Minoni, ato jashtë për ne duken tom lakumllat. Ndo mos i komentoj njerëzit kur sapo ikin. Ke të drejtë, kishte 30 vjet që jetonte në Itali dhe prandaj okay. E qartë, dakor. Unë falenderoj që u përgjigje, falenderoj patjetër. Po, përshëndetje nga ekrani. Dakor, po ky ç'është ky prefiks 037 gjatë numrat çuditshëm. Në qoftë se Bela Arben nuk e lexoj dot këtë mesazhin për operacionet e Belinda Ballukut, e kemi atë me Çiletën. Ja urdhro. Çileta u dol i rikthehet në universitetit, diplomohet për kriminologji, më ka tërhequr gjithmonë. Tani do thoni ju nuk është shkenca politike, sepse kriminologjia ishte masa. Dhe pse keni nxjerr këtë foton se te kjo foto, do të tjetra, jo e para, po te e dyta, aty është me Ulsi Manjën, Çileta Xhilaga, dhe në artikull thot për ata që kishin dyshime ke memoria ime spektakolare, që kjo është diplom masteri, sepse Çileta është diplomuar për shkenca politike. Ja ku e keni. Arti dhe dia kanë ecur paralelisht në jetën time, edhe pse fakultetin e kam kryer shumë vite më parë për shkenca politike, këtë vit sapo mbylla master në kriminologji sociale, një deg që më ka tërhequr gjithmonë. E përshëndesim Çiletën. Ja, urdhro. Mirë. Ministri i drejtësisë me masterat ose mjeshtrat e kriminologjisë sociale. Kalimera Flavio, shumë të fortin janë nga Tirana, me merkatën e verës në i morë dhe tërmet peqin. Tani do jemi si jetim, s'kemi të zhbëjmë, do blejmë ndonjë nga Afrika të zëvëndsojmë. Vaj halli, ne do qajmë ditë nata, ma na i ktheni se e ka vënë Ramadanit të dyti në listën e Gjirokastrës. Po pa tjetër. Një nga italiatë shumë mesazh mirëmëngjes, desha të flas me Flavion. Mos përdor WhatsApp-in, përdor linjën e zakonshme. Vazhdojmë me telefonat tjetër për shembull. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëse. Me dëgjoni zotri? Po, jepi. Mirëmëngjesi. Ju flas nga Tirana. Unë jam antar i Partisë Demokratike që në 91-shin. Dakor. Nga deri në rutin, natyrisht. Edhe kjo pyetja juaj i premtim do ju bën që të votonit. Po. Kjo është një pyetje, që me thonë, edhe pak ironike, në fakt, më duket mua, edhe pak ironike, se ne, edhe verior edhe jugor, kemi ardhë, për shembull, që i bëm shtëpiat atëherë, i kemi bërë shtëpiat pak mas viteve 90 në Tiranë, nuk na i kanë bërë letrat e legalizimeve më zotëri. Akoma. Na kanë mashtruar të dyja partitë, të dyja një lloj, edhe jona, domethënë doktori me Partinë Demokratike, edhe këta tjerë. Nëse unë prej atyre, prej komunistave nuk e presja kur që do bënin, se unë kam ditë gjithmonë që komunistët janë mashtruesa, po. Por nga PSE nuk e kam prit kurrë dhe nuk e pres. Edhe e di që se bojnë, edhe nuk e kanë bërë dhe nuk do e bojnë. E di, sikur 100 vjet të rinë pushtet. Komunistat nuk bëjnë legalizime, që patën premtu po lekë, po kështu, po ashtu, po as me lek nuk e bëjnë, po lema po lek, që s'bën fjalë. Ne nuk na bën edhe këta tanët. Nuk na bën edhe këta tanët, kemi lënë lesh domethënë në për Evropë duke punuar 20 e sa vite për me bërë shtëpi, për me bërë ashtu, edhe lek të disponueshme për me pagu legalizime ç'a kërkonte shteti atëherë dhe si kanë bërë. Po. Vinte një napol, do t'i bëjmë, nuk i bënin. Domethënë, fillonin 4 muaj para votimeve, vinin duke i mat këto, matnin oborrin, matnin vendin, sa është vendi i gjerë, sa është i gjatë, sa është i lartë, sa kështu, edhe do t'i bëjmë, kalonin votimet, brylin në Napol. Të njëjtën gjë dhe pola tjetër. Një lloj të dyja polet edhe nuk e kanë bërë në Napol. Ka 32-3 vjet që i kemi bërë shtëpiat edhe s'na i kanë bërë letrat. Edhe kështu si unë janë me mira në për Tiranën e për Shqipëri, me mira janë.
Ne patëm besim të doktorit e Partia Demokratike që e kemi votu gjithmonë, e kemi lënë edhe lesht për te, domethënë, numëro vota këte, numëro ne vëzhgues këtu, numëros aty, gjitha këto mënyrat në fjalë, edhe kur vje puna nuk na i bani. Ta si çfarë besimi kemi, për shembull, se janë shumë, unë do shkoj të votoj, nuk diskutohet e punë, puna ime personalisht nuk diskutohet, unë shkoj ja votën doktorit ka kryer e punë. E bani se bani legalizimin të paktën e di që fadromën nuk ma bjen për të marrëzuar shtëpinë. Por ka të tjerë, sa të duash, unë kam lagje time, tek një sjatet në Tiranë jam unë për shembull, këtu nuk ka fitu Partia Komuniste kur, domethënë socialistja, se ka komunista janë. E kuptoj. Po. Edhe kur vje puna nuk na i kanë bërë, edhe na janë larguar antarët tanë. Na janë larguar edhe nuk, sepse nuk më ka legalizuar shtëpinë, thot ai. I ke der për der. Unë kam marrë një nga këta eksponentet e lartë të PD-s, e kam marrë një ditë, i kam thonë hajde me mua zotëri, të çoj tek familjarët, edhe fol vetë me ta, po i binde ti që të votojnë, ti e çfarë të duash. Kur erdhi puna, e qartë. Aty këtu, gjithkohë me fjalë bisedë me ta, kur vje puna thoshte jo, nuk ja jap votën, nuk dal të votoj, sepse më ka mashtruar. Më ka mashtruar, thoshte partia ime, më ka mashtruar, nuk më ka dhënë legalizimin e shtëpisë që më pa premtuar. Unë kam ngrit këtë problem edhe me eksponentë të tjerë të PD-s. Me Murrizin, me tjere, me atë Gjaferin, me atë Qunin, si e kaj, i forumit rinore. Besarti, po. Po. Ky është një problem shumë i madh që i prek njerëzit në zemër, se është investimi i jetës. E kanë pas mundësin, partia jonë demokratike ka qenë 13 vjetë pushtet zotëri. Për 13 vjetë, si kur të kështë qenë Shqipëria sa gjithë Kina, para 13 vjetësh. Po të kështë dash, do i kështë bo legalizimet e njerëzve, do i kështë dhënë kapjetën gjithë, e do kështë nejnë pushtet 100 vjetë. Nuk i bani, nuk e di marsyën pse, i marim me mëndërsyet, por nuk e di fiks tamam, edhe kur vje puna tani dele kërkovota, po nuk vjen ai se e ke mashtru 13 vjetë, si ishën pushtet. I ke thonë dhe të bëj, nuk e bane, të ashtë ai nuk beson ma, po është normale aja punë. Se mardhanja me partinë, nuk është sikur mardhanja me nënën. Nënën e do njeri unë pa kushte. Për shembull, një person, nënën e vetë, edhe babajnë, e familjarët e afërt i donë pa kushte. Po jo pra ti e ke ideologjin të lidhur me interesin konkret. Është marrëdhënie interesi partia, po normale ajo. Marrëdhënie interesi, i japim, shnet. Ajo më mban mua, unë mbaj atë edhe lëm të mirë. Kjo është. Grupimi shoqëror, domethënë, kështu është gjithë bota. Grupimi shoqëror është marrëdhënie interesash. Domethënë, me që stavati mund bësh edhe komunist me këtë arsye tim. Jo kur botën komunist. Sa po e the? A thash edhe e përsëris Flavio, më fal. Sali Berisha, jam fal një sekond. Unë për një gjë më sigurt, Sali Berisha nuk i ka qenë fadromën askujt në Shqipëri për të rrëzuar shtëpinë. Ja ka lënë po aleje, por rrëzuar nuk ja ka. Këtë poshtërsi nuk e ka bën kurrë. Kam përshtypjen se nuk më takon mua të replikoj, po jam i sigurt që do më shkruajnë nga PD në qendrim për këtë arsyetim tënde. Unë të falenderoj për mesazhin. Të përshëndes. Mirëmëngjes. Premtimi i Adriatic Club për Superstrat Sarandë Shkodër. Dhe linjë hekurudore, po Adriatiku, po patjetër. Do bëj autostradën Adriatiku. Me siguri. Mirëmëngjes, Bashkia Fier kryen punime si Kalaja Rozafës. Prish natën, drejt ditën. Firma që po kryen rekonstruksionin e rrugës kryqëzimi Semani Darzez në fshatin Shëmpjetër ka çartë tubacione që furnizon me ujë fshatin. Prej 3 ditësh është fshati pa ujë. Mirë. Thrisni pak fort në autobalancë mbas u vjen zëri këtyre të ujësillësit në Fier dhe e riparojnë ditë e javë të mbar. Janë çik të zënë çunat me patronazhim këto kohë, nuk kanë kohë. Nëse si tha i drejtori i ujësillësit të Sarandës, i lash herë 5 ditë pa ujë për të pakur do i bite telefonit të morë njëri telefon. Kështu që në rregull jemi. Paske një regjit të mrekullueshme Flavio. E vërtet është. Cila është lidhja mes premtimit dhe të vërtetës, realitetit? Nuk e di. Bardhoku na thot, ore, kaq të paftyr janë këta të sektit saqë në Sukth po shpërndajnë dhi për vota. Kryeplaku i Sukth Qendër verifikoi 100% e vërtet. Një dhi, një vot. Edhe kjo e një dhi, një vot. Mos e bëj kjo, ose domethënë po si ja dhe votën, çfarë do thotë kryeplaku? Mos e kec tash. Mos e halli. Nëse vazhdo me tira mesazhe për Belindën, doja të thoja që po humbi kërkojeni të Bregu Lumit. Nuk e di pse do ta kërkojmë aty. Mirëmëngjes Flavio, unë do votoj për çfarë do lloj rrethane, vetëm që të largoj rilindjen, thot Kujtimi. Okej, Kujtimi, mirëmëngjes, këta hajdutat veç për vjedhje kanë bërë reforma. Djallit ja votën këtyre jo. Flavio, nuk e kisha për terror.
hajde të rruga misia dhe shije vet. Nuk e diskutoj fare, nuk e vura në diskutim. Është ai mesazhi nga Kamza. Duhen larguar të forët nga rruga se na rrezikohet jeta nga makinat. Po është terrorizuese, nuk thashë na terrorizove ti. Të votosh të vinin, do thotë mos kesh respekt për veten, na thot Xhoxhi nga Kavaja. Faleminderit Xhoxhi. Premtimet para zgjedhjeve, thot një tjetër, janë kush rën më bukur. Fillon fushata. E kuptoj. Po dakor, po cili do ishte një premtim që mendoni ju? Një fshatar Dogji Bari në thatë në batshën e tij e morën 2 ditë brenda. Mbeti njëri nga shefat e krimeve deri në polici të thjesht, deri në polici thjesht për verifikim. Këta maskarencë kanë lënë gjë pa vjedhur dhe si hyn gjëm në këmbë. Vërtet është kjo. Kam një frikë të madhe, thot një tjetër, se çfarë shikoj që vota do i blejnë shumë para datës së zgjedhjeve. Çdo njësi fshat, qytet, lagje i kanë laptop dhe i din kush voton PD. Patronazhistët janë në sulm. Më duket se gjysma s'po punojnë, po nëse kjo është histori tjetër. Janë në sulm, ndere, vende pune e tjerë. Frikë e madhe. Dakor, kanë frikë mos po na bëjnë Skënderbeun me surratin e Ramës, këta që e kanë mbuluar ashtu. Presim një sqarim fakt se për çfarë e kanë mbuluar ashtu. Mëngjes Flavio, po nuk ka lidhje fare as me musliman as me asnjë tjetër, por po merren masat për të bërë një kopje të statues së Skënderbeut për ta vendosur në Paris. Edhe ju të syrit e dini këtë, besoj. Në fakt nuk e kam ndjekur se çfarë po bëhet, por shumë mirë që po e bëjnë një kopje të asaj. Mirëmëngjes, ndoqja me vëmendje emisionin Piranjat. Pash atë që ka bërë fabrikën Serena në Panajat të Vlorës, Doriseni e shmiku i ngushtë i Edi Ramës dhe ka ngritur biznesin me paratë e drogës. Nuk e di këtë. Se kam pak të kronik të Piranjave që ditë që të them. Flavio foto me shëlletën të regon se kë ka përkraur dhe PD-ja. Nuk e lexoj dot tamam si që ke shkruar, po interesant. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mëngjes. Cili premtim do ju bëhet për votime? Do ju bënte të votoni, të e shkruar mirë është. Këto e ka ndorë vetëm etësia prokuroria e përgjithshme. Do t'i largojnë të gjithë ata që kanë vjedh, komplet ata që kanë qenë burg. Në rast të kundër, shkelin ligjin. Kështu që asnjë mos jetë deputet nga ata. Qysh ke Stala e ke Roma e drejt që shiton të largojnë ata që ndjekje penale. Kaq kishe me ty, edhe ai premtimi është kot. Populli e di vetë s'po që voton. Mirupafshim. Përshëndesim. Zotrin Flavio do vinë në Shqipëri të votojë për të zhdukur Alibabën. 30 vjet zonja në Itali jeton në sistem që 18 vjet që sipër deklarojnë të ardhura ekonomike. E ka për 2 zonja që takoj janë të Llabuti pak më herët. Premtimi vetëm që më bën votojë është të largohen sekti i rilindjes. Pas dje renditin e qynë qyteteve më të vizituara në 2024, asnjë qytet i joni nuk figuronte. Ndërkohë propaganda e këtyre na bombardon me bumë turistik. Po çfarë thoni më neve të renditjet e turizmit. I besut videos Ramës ju nga Berlini që ju turën të gjithë CEO të agjensive turistike të takonin. Ashtë i 100 qytetet në kemi, jo në 10 që e në 5 që thonë këta. Përshëndetje, vota ime nuk diskutohet për PD-n, por dua në çdo kusht që të hiqen pronat atyre që i kanë marrë me falsifikime, që u bën miliardera në dollar. Ja ku e ke ish kryetarin e gjykatës së Sarandës. Po ma ke çuar video, nuk e shoh dot, po ai Altuni. Se thon pastaj po sulmon Adriatik Klapën, se është çik vjerri Adriatikut, po nejse. Mirëmëngjes, programi i PD është një program i shkëlqyer që duhet votuar. Populli duhet i thrasi mendjes, dakor. Flavio do votojë Edi Ramën vetëm sikur të jepte dorëheqjen. Dhe i bëra një koment të gjatit, i thash 11 maj vdes përfundimisht rilindja. I tregova që jam nipi Avzinelës, përgjigja më tha, ju doni varë gjithë litar. Nëse pishman nuk është ai për atë, nuk është se ka kërkuar falje. Mirëmëngjes, për të votuar nuk është se s'kemi votuar gjithmonë se zgjedhjet e drejta tregojnë demokraci. Problemi është se premtimi për të plasur në Gjirizë Hajdutët do na çonte për të votuar i madh e i vogël. Ndërkohë një mesazh nga Kanadaja, nga Toronto, vetëm premtim që do doja pas 11 maj dënohen gjithë kriminalet e rilindjes dhe sigurisht kryetarit tyre. Përshëndes nënën time në Lezhë që zgjohet me emisionin tuaj dhe fle me Çimpekën. Faleminderit shumë. Një sqarim i thjeshtë dhe i prekshëm për popullin do ta bënte të votonte, se pavarësisht se shumë kusht thotë se këto janë dele, do ta dini se populli shqiptar është i zgjuar. Jam absolutisht dakord me ty.
Unë do votoj gjithsesi sepse momenti është vendimtar, por një arsye shumë e fortë është premtimi për drejtësi. Flavio, nëse një forcë politike vjen në pushtet dhe nuk bën drejtësi, do qeverisë shumë e keq se para arci. Ky është thelbi i sistemit, thot Artani nga Shënkolli. Viktori nga Vareze na thot çfarë do bëhet me monumentin e Skënderbeut që mbulojnë çdo vit. Kësa radhe thonë që po i bën një kopje. Ne do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi